Të nderuar miq, kemi mbritur në peshën 64 kg, kur në ring do të zgjitet boksiri shkodran Kristian Shqitani, ndërkohë që përballë tij do të jetë boksiri Tomori të Beratit Rexha. Në Kendin blu është pra boksiri shkodran me kokurë blu, ndërkohë që në Kendin kuq përgatitet të dalë në ring boksiri Rexha I Tomorit të Beratit. Ndërkohë që është takimi ndeshja 4 e vllaznisë këtu në Durrës në ditën e parë të kampionatit kombëtar të boksit për të rritur, kur vllaznia nga ana e saj ka humbur ndeshjen e parë, e ka filluar mjaft keq vllaznia natën e parë të këtij kampionati, kur ka humbur në peshën 50 kg nëpërmjet boksirit Betalli, ka humbur ndaj vendasit Zykat të UTS së Durrësit, ndërkohë që po me humbje është ndarë edhe pesha 56 kg, kur ka humbur kolegu I Betallit Pirani, me pas ka fituar Stadican në peshën 60 kg, kur për arsye teknike ka fituar boksiri I vllaznisë shqiptar Marrëzit Stadican, kur përballë ka patur boksirin e ekipit privat Porto Box të Lezhës, Arapi. Tashmë është në ndeshja e 4 e vllaznisë për ditën e parë të këtij kampionati, kur për 3 ditë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala do të jetë prezent televizioni I Mallros Zafa për të pasqyruar emocionet që do të na dhojë ky kampionat, kur vllaznia ka fituar titullin kampion plot 16 herë. 2 herë ka fituar skuadra Flamërtar dhe 1 herë skuadra e Gardës së Republikës. Është raundi I parë. Boksiri shkodran është tërësisht me blu, ndërkohë që kundërshtari I tij Berata Rexha është tërësisht blu. Është, me falni, tërësisht I kuq. Shikojmë pra emocionit e fillimit. Kristian Shqitani vllaznisë me kokore blu, e Rexha I Tomorit Beratit me kokore të kuqe. Është pesha 64 kg. Kanë humbur të pare 2 boksiret e vllaznisë, Betalli e Pirani. Ka fituar me pas Stadican, pra 2 humbje të vllaznisë të para, ka kompensuar disi Stadican, duke fituar. Shikojmë peshën e 4 të vllaznisë, pra ndeshja e 4 këtu në Durrës në ditën e parë të këtyre finaleve, kur në ring dallojmë ish boksirin e vllaznisë tashmë në rolin e gjyqtarit të ringut Gerti Koçi. Ekuilibri I plot I 2 boksierëve në ring. Kërkon të marrë iniciative boksiri I trajnerit Zevzioni. Ka dalë huq me të majten boksiri vllaznisë. Boksiri kundërshtar I shkodranit me tepër studion shkodranin, me tepër mbrohet. Kërkon të marrë iniciativën boksiri Zevzionit. Është më superior, të paktën në raundin e parë, boksiri shkodran I vllaznisë. Ka një interesim të madh të nderuar teleshikues në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit për këtë kampionat kombëtar. Një epërsi e lehtë e boksirit të vllaznisë Kristian Shqitani ndaj Rexhës së Tomorit të Beratit. Gjithsesi është herë të mendojmë fituesin, pavarësisht të superioritetit në ring të shkodranit. Mbeten akoma edhe 2 raunde, nga 3 minuta për të përcaktuar boksirin fitues për këtë peshë, pikërisht për peshën 64 kg, kur në vllaznia si Shqitani ka filluar mjaft keq këtë kampionat kombëtar, kur ka humbur 2 takimet e para, ka humbur në peshën 50 kg Betalli
i Vllaznis ndaj boksirit vendas të Teutës së Durrësit Zyka. Me për të njëjtën gjë ka pësuar edhe boksiri i peshës 50 kg i Vllaznis Pirani, kur ka humbur ndaj boksirit fjerak të Apollonis Lamaj. Ka fituar në peshën 60 kg Zlatican i Vllaznis për arsye teknike ndaj boksirit Lezhjan të ekipit privat Porto Box Arapi. Ndeshja e 4 e Vllaznis në këtë ditë të parë këtu në Durrës, kur kemi kaluar në raundin e dytë, e përsia është e Shkodranit Shqytani, Kristian Shqytani, për këtë peshë 64 kg, kur përballë ka, si që tamë, boksirin Beratas, tërësisht me të kuqe në pranë e Kendin Kuqe Rexha. E ka filluar edhe raundit e dytë mirë boksiri i Vllaznis. Nëse boksiri Shkodran të ndëruar të Lishkus fiton këtë takim, balancohet disi. Ai fillim jo i mirë i Vllaznis këtu në Durrës në ditën e parë të këtij kampionati kombëtar të dorezave, duke balancuar në 2-2 humbje 2 fitore, gjithsesi të presim. Kur jemi në raundin e dytë, disi më i mirë ka filluar, disi më i shpejt, kur merit ka boksiri Shkodran Kristian Shqytani. Një kampionat që organizohet nga Federata Shqiptare e Boksit në bashkëpunim me klubin Shumë Sportës Teuta. Në ditën e parë, flamurtari është paraqisitur deri tani më mirë, kur ka kualifikuar përmetej, pra në ditën e dytë finaleve, plot 3 boksier, ka humbur vetëm një, ku është eliminuar me knockout, i vetmi për deri në këtë çaste, boksiri një Orcaka nga boksiri Partizanit, me falin, nga boksiri Rokaj i Apollonis. Godet me të dyja duart boksiri i Vllaznis Shqytani. Asnjë goditje e kundërshtarit ndaj Shkodranit për të balancuar lojën në ring, është superior. Shikoni goditjet e Shqytanit të Vllaznis, tërësisht me blu. Me tepër kundërshtarit i mprohet, godet rrallë, goditjet pa fuqishme, që nuk përbëjnë pik për te. Shikoni goditjet e Shqytanit Vllaznis në mbyllje të raundit e dytë. E ka rritur shkallën e goditjes boksiri i Zevzionit. Kur udhëheq pra boksiri Shkodran me pik 9-2, kur ka mbaruar edhe raundi i dytë. 9 pik për Shqytanin deri tani, 2 për boksirin e të morit Beratit Rexha. Shikojmë edhe raundin e 8, nëse Shqytani Vllaznis do të thejë diferencen, kur është pranë fitimit të këtij takimi për të kualifikuar përmetej, pra që do të thotë në ditën e dytë. Ndërkohë që boksiri i Vllaznis merr këshillat nga 2 trajnerët, 2 nga 3 trajnerët e Vllaznis, dallojmë kryetrajnerin Zevzioni, por dhe ndihmësin e tij Josef Sermi. Udhëzimet para raundit të 3 dhe të fundit. 9-2 piket për Shkodranin, tash me disi me agresivitet të raundit 3, ka zgjuar disi edhe boksiri kundërshtari i Shqytanit Vllaznis Rexha. Godet me të majtën, një djathtë e fuqishme e boksirit të Vllaznis, e rrit numrin e goditjeve, rrit e përsin,
boksiri i Zevzionit. Mbase vllaznia pranë fitores të kësaj peshe, që i përket pikërisht peshes 64 kg, ka një epërsi duke shtuar gjithnjë numrin e goditjeve, që do të thotë numrin e epërsisë ndaj boksirit Beratas, tërësisht me të kuqe, këtu në ringun e Durrësit në këtë ditë parë të finaleve të kampionatit kombëtar të dorezave. Ka një lloj interesimi të madh nga sportdashësit e qytetit bregdetar të Durrësit për këtë sport burrëror. Në prot të kundërshtari i Shqytanit Vllaznis, duke rrotulluar në ring, sa një cep në një tjetër, për t'ju shmangë goditjeve të fuqishme të Shqytanit Vllaznis. Tashmë tepër ka provokuar boksiri Shkodran. Me sfundi ka ardhur goditja e parë e lehtë në dëm të boksirit Vllaznis nga Rexha. Hyrë gjyqtari i ringut, Shkodrani Koçi. Me siguri që fitoria do t'i buzëqesh boksirit të Shkodran të Vllaznis Kristian Dema, ka goditur me të dy duart në fytyrën e kundërshtarit, tashmë një goditje me të majtën në stomak. Një goditje me të majtën e Shqytanit, pikërisht në veshin e djathtë të kundërshtarit. Me siguri që fitoria do t'i buzëqesh boksirit verior të Vllaznis, Karen Gongu, ka përfunduar raundi i tretë dhe i fundit. Shikojmë verdiktin e gjyqtarisë, kur Shkodranit nga natyre kanë humbur, siç kemi thënë, dy peshat e para, 52 kg batalli, ka humbur ndaj Dursaku të të Zyka, në peshen 56 kg. Njëjtën fat ka pas edhe Pirani Vllaznis, kur ka humbur nga boksirit të Fjera Kelamaj, me pas se ka rikuperuar diçka Zlatican tek sa ka fituar për arsye teknike ndaj boksirit të Lezhjan të ekipit privat Porto Box. Tashme fitoria i ka buzëqeshur me të drejtë boksirit të Vllaznis Kristian Shqytani.